Banor, si gjdo të ejnëte, edhe sonte ju prit darka e të nominuarve. Sonte, Leza Bio Restorant ka përgatitur një menu të veçantë për ju, me ushqime tradicionale, të freskëta dhe plot shije. Ajo ka qenë një keq kuptim? Ka nisë lufta ime. E di s'ka folje. Shkurtan, pse po viktimizohesh në çdo orë, pse po shtiresh kaq shumë, a mendon që publiku ha bari? Pyetje nga publiku. Unë menoj që publiku e ka po veç një pjesë, e ka po pjesën e seriozitetit, ama as pak nuk e kam po, domethënë, pjesën e humorit, e cila është pjesë e jetës, e cila është për mua shumë relaks, cilën menoj me praktikuar çdo herë. Nuk jam këtu për të tjerëve me jurata mën. Hygerta, pyetja për ty. Çka po i jep ti asaj shtëpie që në publik duhet me të votu që të qëndrosh në shtëpi kur deri tani je në gjumë? Ndoshta kjo ideja e dashurisë, e simpatisë, e respektit të ndërsjellë, e momenteve të bukura, ndoshta më vuri pak në gjumë. Fakti që dola më pak e votuara, ma hapi syt që në fakt është edhe për të bërë lojën, kështu që mesazhin e ka marrë edhe në vazhdim do bëj më të mirën. Tani Labi, pyetja jote. Si do të vazhdoj loja jote kur të mbarojnë të gjithë informacionet nga jashtë? Ta hongsha zemrën kushdo që e ka shkruar këtë mesazh. 2-3 ditë kam qenë pak më i qetë, sepse i kam studiuar çdo banor, edhe sot i kam gjetur gjitha kodet, kush janë, çka janë, tek janë, edhe sot ka nisë lufta ime tamam me debate, kush më duron mirë, kush më duron derën e ka hapur. Faleminderit shumë. Ibro, pyetja për ty. Pse po e kopjon lojën e një banori të vitit të kaluar? Po ma merr mendja që është fjala për gestin, për këtë arsye, se sa e më konë jashtë ma kam përmen. Mirë po, diferenca këtu mrena, nashta mujmi me pas në gjajshmëri fizike pak, po loja jam është komplet ndryshe pej ti. Pse? Për vetëm në arsye që unë jam njerit që përdori argumentin, unë jam njerit që bëj muhabet në debat, edhe kam fakte edhe argumente për se cilën debat që unë e thamë. Imitim. Kopja është shumë e keqe. Unë të kum një ty të e thonë që të muhabet në për shpe, po mu s'ma ke thonë asë njëherë. Te hajde thuma mu në sy. Do t'jem parasysh. Në për shpe nuk e marë parasysh për shka flitet, e marë parasysh nëse ullëm si burra edhe ma thu parasysh. Do t'jem parasysh pra. Kjo. Najlir, thete podcasti Albës se të pëlqen Hygerta. Pse nuk i thua live se të pëlqen? Urdhëro, Najlir. Kam turp me ashprej. Po kam turp. Ku që i tëri ti? Edhe sytë edhe ftyra. Po kam turp me ashprej. Lërë se po luan rolin, se e disë shumë mirë se për çfarë e ka thënë. Çfarë mendimi ke për racizmin që ke bërë live në TV? Më faleminderit që ja dogje një kartë me informacione nga jashtë Labinotit. Unë raciste nuk jam. Edhe këtë e bërtas fort. Po çfarë ka ndodhur? Ajo ka qenë një keq kuptim. Hygerta, pa ashtu dua të shtoj edhe diçka tjetër. Unë e kam kuptuar shumë mirë që je një femër e fortë që ke kaluar shumë sfida në jetë, madje në familje, sidomos tek fëmijët. Unë kam parë vajzën time duke prerë jo damarët, kuptimin për prerë damarë për vrarë vete, që mos keq kuptohemi, po duke i bërë dëm vetes, kuptimin që të ndjente dhimbje fizike, për të mos ndjerë dhimbje shpirtërore. Mos u bo me rak se këtë kimi përjetu kësi foza. Jo, unë jam krenare për to, ajo ka kaluar edhe e kujton vetëm si një kujtim të keq tani, ajo është një supervajzë që unë jam shumë krenare për të. Ana, të dua zemra mamit. Reo bur. Lap. Reo bur. Që nuk ka më, Zoti t'i sjell gjërat e duhura, njerëzit e duhur në momentin e duhur. Mirë, dëgjoni, unë du me tregu një historinë time, të duhet të pak. Unë e kam një motër, e kam një vëlla, edhe si zakonisht, çdo vëlla është, çdo vëlla dhe çdo prindër ka gjef me martu vajzë me një shqiptar. Edhe motra ime është dashuruar me një djalë klasës që është afrikan.
nga Kongo. Edhe është djalë shumë i mirë. Shumë. Kë e sheh rrezikun më të madh të nominuarve, pra kë e sheh më të rrezikuar në nominim? Tash gjithë shka pres, ose Ibro, ose Hygerta. Labinot, Hajde, opa. apo mendon që loja e ndyrë që po bën të dërgon në finale? Loja ime është e pastër me ata persona që janë të pastër. Edhe unë jo finale, po do t'jem edhe fitus. Pse Alba bën kot, si kur je lidhur jashtë me personin që të ka dhuruar Arushin? Kushdo që ka orientuar këtë pyetje, unë nuk jam këtu për t'i dhënë llogari publikut, a jam lidhje, as jam lidhje, me kë jam lidhje, me kë s'jam lidhje.